Në prezantimin e raportit vjetor të punës të këtij institucioni përpara KLP-s, ai thekson se ligji po vepron ndaj çdo personi pavarësisht se me sa pushtet është i veshur, sikurse edhe ndaj krimit të organizuar. Duani thotë se institucioni i drejtësisë është i ri vetëm 5 vjeç, duke bërë një krahasim metaforik të një fëmieje që në këtë moshë është ende në parashkollor dhe nuk ka shkuar në klasën e parë, por ai shtoi se rezultatet shihen edhe pse modeste, ku pandëshkueshmëria po merr fund. Dumani u shpreh gjithashtu se tani pret vendime të formës së prerë për këto dosje dhe se tashmë ka nisur të vinë rezultatet e para me këto verdikte finale nga gjykatat. Kreu i SPAK-ut theksoi edhe faktin e sekuestrimeve dhe konfiskimeve, pasuri që i kalojnë buxhetit të shtetit dhe që shpërndahen nëpër institucione apo shërbime publike, duke kujtuar se vetëm nga qërat për këto objekte të konfiskuara për një vit u mblodhen 1.8 milion euro. Po ta krahasosh kohën e funksionimit të SPAK-ut vetëm 5 vjeç, një lloj si fëmia që nuk është futur akoma në shkollë, parashkollor apo në kopsht, por 5 vite nuk janë pak. Institucioni ka demonstruar se këto 5 vite është i aftë profesionalisht të ushtrojë ndjekjen penale ndaj çdo personi, pavarësisht se kush është, pavarësisht pushtetit ekonomik dhe ligjor, apo qoftë subjekt i lartë i krimit të organizuar. Pra goditja nga ligji funksionon për çdo. Të kemi institucion ku e rëndësishme është prova e jo emri që fshihet. Nuk flas për sukses, por modest në kuptimin e dhënies fund kulturës të ndëshkueshmërisë. Ne presim patjetër që vendimmarrjet tona të pasohen me vendime të formës së prerë nga të gjitha shkallët. Kanë filluar të vinë rezultatet e para, kemi disa vendime të formës së prerë për zyrtar të nivelit të lartë, të nivelit mesëm e të ulët, siç kemi edhe për prokuror, gjyqtar, oficer policie e të tjerë. Kemi konfiskime, kemi goditje të krimit të organizuar dhe drejtuesve të tyre në nivel të lartë. Ka diversifikim të pasurive të konfiskuara apo sekuestruara, pra vetëm që janë marrë 1.8 milion euro vetëm në një vit nga pasuritë e sekuestruara apo konfiskuara. Pasuritë e konfiskuara që do shpërndahen janë 21 milion euro, ku kontributi kryesor është nga SPAK. Pra në 5 vite, institucioni ka performancë të mirë, rezultate modeste. Si e shoh të ardhmen? Me pjekurinë që ka fituar është në gjendje për të vazhduar më tej dhe rritur performancën në goditje, thot Dumani.